Rreth 400 familje në Peshtan të Fierit nuk furnizohen me ujë që prej 15 ditësh, shkak sipas tyre është bërë djegja e pompave të ujësjellësit në vend burimin e Peshtanit. Banorët e zonës udhëtojnë më shumë se 1 kilometër me kafsh nëpër terrene të thyera për të marrë ujë në pishëm. Burimet natyrore në zonë janë të pakta dhe banorët janë të detyruar të rinë radha të gjata që në orët e para të mëngjesit. Neve u telendisëm orti vllajin për ujë. Nuk ka ujë. Në prua, me gomar, me bidon, në qesmët kafarajnë. Atje vjen ata që kanë maqina, e që kanë zetora. Neve që kemi në gomar të shtremur, vemi në prua. Jemi munduar që të vemi në përkerat, apo edhe në atë kemi vajtur, edhe të qesme kafarajt, për siguruar ujtë për pirë, pak shu për këto dlarjet, është problem këtu të neve. Nuk ka ujë. Nuk ka ujë fare, me bidona 5 kg është një qesma me poshtë, veni mbushim me bidona 5 kg. Presë radhën këtu, në këtë lagje këtu, janë mbi 70 shtëpi. Në këtë vend këtu mbushen ujë. Një orë 2 bidona. Kaq. Kryetari i komunës Frakull thotë se pompat e djegura janë të një lloji të veçantë që nuk gjenden në tregun vendas. Për zvendësimin e tyre po kërkohet në vendet fshinj. Është pompa e tretë që vendos komuna brenda një viti e gjysmë. Është pompa e tretë. Po them ato, pompa janë pompa me hash shumë të lartë. Janë pompa shumë të fuqishme dhe është nevojshme të gjezën në fabrikë ato pompa. Nëse pompat sigurohen nga komuna, montimi i tyre kërkon vetëm një ditë kohë. Rrjeti i ujësjellësit në këtë zonë është ndërtuar rreth 15 vjet më parë nga qeveria shqiptare dhe i ka kaluar më pas komunës për administrim.